pjekurisë koccore, për shumicën e diagnozave. E qartë. Edhe rastet janë të Ashtu siç mund të hedhim poshtë për sa i përket mitin e notit. Meqense që noti korrigjon skoliozën. Nuk ka asnjë lloj studimi serioz që noti mund të korrigjoj skoliozën. Po kur unë flas për korrigjim, flas nga ana profesionale dhe flas për korrigjim. Nuk flas për një pamje të bukur estetike. Noti është një ndër sportet më të mira të mundshme për sa i përket muskujve abdominal, pra trupit, muskujve pektoral, muskujve të shpinës, muskujve të vithëve, muskujve të kopshës, pafund. Ka aftësi dhe ndryshime të ndryshme mjaftueshëm të provuara nga noti, por nuk mundet që një person, sot është diskutimi i madh edhe nëpërmjet mjekësh. Nuk mundet dhe duhet me fakte të hidhet poshtë ky mit, sepse është një mendësi e gabuar që sot nga ortoped, nga reumatolog apo nga dhe specialitete të ndryshme i sugjerohen fëmijëve bërja e notit. Jemi duke i humbur kohën këtyre fëmijëve dhe kësaj familje për të trajtuar notin. Nuk mund të flasim për trajtim. Nëse flasim për trajtim, janë vetëm 3, dhe i folëm pak më parë, që është fizioterapia specifike, korseja dhe kirurgjia.